Dafina Kola, e cila do të na jap informacion më të hollësishëm në lidhje me kutitë të cilat ende nuk janë numëruar deri në këtë çaste. Të përshëndes Dafina. Përshëndetje Neida, aktualisht ndodhem pranë gjimnazit Sami Frashi në kryeqytet, aty ku është vendosur KZ-ja numër 40, pra që përfshin 109, nga në moment pritet të rinis procesi i numërimit të qendrave të votimit. Aktualisht ishte lajmëruar të niste që në orën 12 për shkak të një pauze të gjatë, ta themi, të grupeve të numërimit, të cilët kanë kërkuar të pushojnë për shkak të lodhjes, ashtu sikurse edhe kutive që janë të shumta në 109, të cilat duhet të numërohen. Kjo KZ në fakt ka 73 qendra votimi, nga të cilat 61 janë numëruar qendra votimi, mbeten për të numëruar edhe 12 qendra votimi të tjera. Më lejo të them Eneida se nga 61 qendra votimi të cilat janë numëruar, të paktën 15 deri në 20 vota kanë rezultuar të pavlefshme, pra është një mesatare, le ta themi kështu, nga çdo kuti e cila është numëruar nga numëruesit, grupet e numërimit votave. Presim që në fakt të nis procesi nga një moment në moment. Fillimisht janë futur edhe vëzhguesit përpara dhe pritet edhe pra grupet e numërimit, të cilat janë aktualisht në këtë qendër KZ-ja, janë 6 grupet numërimit të votave, një proces i ngadalë, le ta themi krahasuar edhe me njësitë e tjera, të cilat kanë përmbyllur procesin e numërimit të votave, ndërsa kanë nisur procesin me e numërimit të kandidatëve, pra kanë nisur vota që kanë shkuar për kandidatët në gjimnazin Çajupi. Nëse mund të bëj një përmbledhje të një rezume të njësive në kryeqytet Neida, në gjimnazin Çajupi ka nisur numërimi për kandidatët, pra se cili kandidat ka marrë votat, pasi është përmbyllur për subjektet politike, kështu që në KZ numër 34 po nisin, pra po numërohen votat për kandidatët. Dhe pritet pra edhe në shkollën Bajram Curi, e cila korespondon njësia numër 4, që është KZ-ja numër 35, edhe aty pritet të nis procesi numërimit të votave, pasi ka pezulluar, është një qendër relativisht me një numër të madh qendrash votimit, të cilat do duhet të numërohen. Në atë zonë kam patur edhe përfaqësues nga subjektet politike që kanë ndjekur, le ta themi, në një farë distancë edhe procesin e numërimit të votave. Ka qenë zonja Ugerta, Blerina Gjylameti, sikurse edhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha në zonën, pra në shkollën Bajram Curi, ku është vendosur edhe KZ-ja për Kace. Ndërkohë në KZ-n Sami Frashi, ku është vendosur aktualisht, kanë qenë të dy drejtuesit e politik të qarkut, pra drejtuesit politik të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, zonja Ugerta Manastirliu nga Partia Socialiste dhe Belin Kolliçi nga Partia Demokratike. Deri në këtë çast nuk ka patur as edhe një lloj kontestimi ndoshta nga ana e përfaqësuesve të cilët e kanë ndjekur këtë proces të numërimit të votave, siç ka ndodhur edhe me votat e diasporës, ku zonja Jozefina Topalli ka patur edhe një deklaratë për mediat. Kryesisht ka qenë një numërim i qetë, pa kontestime, përveç se pjesëve që ndoshta do duhet të ngadalësohet paksa qëndrimi i votës në momentin kur ajo shfaqet në ekran, pra në monitorin që është vendosur për kandidatët, që të bëhet më e dallueshme edhe për vëzhguesit për mbajtur shënim se për cilin subjekt politik ka shkuar vota, por relativisht ka qenë një proces i qetë, pa kontestime, por me lejo të theksoj Neida, e ritheksoj disa herë, ka qenë një proces të jetë ngadalë i numërimit të votave në këto njësi, pra kryesisht në njësitë administrative në kryeqytet. Përjashtuar njësinë 10, e cila ka qenë me votim elektronik, pra rezultati është publikuar që ditën e djeshme. Shumë i qartë. Mirë, Dafina, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione. Faleminderit juve. Mirë, në këto momente do të shkojmë pak në qarkun e Korçës, do të kem kolegen Sidorila Xhomaçi, e cila do të na jap një panoramë të saktë asaj çfarë ka ndodhur me procesin e numërimit të votave dhe gjithashtu nëse ka patur apo jo problematika deri në këtë çast dhe kur pritet të nisin edhe votat e kandidatëve.